Një shpërthim tritoli ndodhi mbrëm në një dyqan motorësh në qytetin e Vlorës. Autori i vendosjes së lëndës plasëse ishte i maskuar. Lëvizjet e tij u fiksuan nga kamerat e sigurisë, por ende nuk është arrestuar. Por me detajet e këtij hetimi do të na njeh tani gazetari ynë Mikel Marsi. Mikel, të përshëndes, përse dyshohet që të ketë ndodhur kjo ngjarje? Doris, përshëndes, në fakt ka qenë ora 23 mbrëmjes djeshme ku përgjatë rrugës transballkanike është dëgjuar një zhurmë e madhe e cila ka tronditur dhe banorët e qytetit të Vlorës dhe pikërisht lagjen 24 maj. Në fakt policia e Vlorës ka ngritur strukturat e posaçme si dhe ka bërë kontrollin e gjithë zonës ku në ambientet e mjedisi i cili ishte edhe dyqan por edhe tip oficine për rregullimin e motorave apo dhe biçikletave në ambientet mbas kësaj godine në dritaren e kësaj godine është gjetur ose më saktë është hedhur një sasi lëndë tip tritoli, e cili ka më pas ka shpërthyer duke krijuar dëme të mëdha materiale te ky biznes, por edhe duke tronditur qytetarët e Vlorës. Në fakt është marrë në pyetje mbrëmjen e djeshme, por edhe në vijim pronari i këtij biznesi 50 vjeçari Viktor Bezhani, i cili deri në këto momente është shprehur se nuk ka pasur asnjë konflikt. Kemi 30 vjet që punojmë me mirëmbajtjen e motorave, por edhe të biçikletave, por nuk kemi pasur asnjë konflikt as me një qytetar të Vlorës. Gjithsesi ditën e sotme kur edhe kemi vajtur e kemi parë në afër edhe ambientet e këtij biznesi, duket fare qartë, siç duket edhe tani para kamerave, fare qartë vendi i vendosjes së tritolit ku dëmi është i konsiderueshëm, por edhe sasia si dyshohet mund të jetë rreth 200 gram sasi tritoli e cila është vendosur në ambientet e dritares së mbasme mbas godinës. Në fakt, siç e thatë dhe ju Doris, policia ka vërejtur ka marrë të gjitha kamerat e zonës përreth, por autori i dyshuar ose autorët kanë gjetur zonën mbas godinës e cila nuk ka pasur kamera sigurie dhe është larguar nëpërmjet stacionit të trenit aty ku edhe nuk ka pasur kamera të tjera. Gjithsesi policia shpreh se personi në fjalë është me i kamufluar, me i kapele dhe me mas në kokë. Gjithsesi pritet edhe policia të dalë me deklarat në qoftë se do të ketë arrestuar për këtë ngjarje e cila tronditi qytetarët e Vlorës. Faleminderit Mikel Marsi që na përsolli këto detaje nga kjo lidhje drejt për drejt.